Përshëndetje, emri im është Frank Brillman dhe punoj për Profile Heuver. Dua t'ju tregoj diçka rreth mirëmbajtjes së gomave të kamionëve. Po cilat janë kërkesat minimale ligjore për një gomë kamioni? Po duhet të ketë thellësi profili të paktën 1.6 mm dhe asnjë fryrje të dukshme në karkaz ose qelik. Është shumë e rëndësishme sepse qeliku ndryshket dhe përball rrezik. Atë thellësi minimale profili prej 1.6 mm mund ta shihni saktësisht në kanalin e profilit. Për të qenë në rrugë me goma të mira dhe të sigurta, është e rëndësishme që çdo ditë të bëni një xhiro rreth automjetit dhe kushtoni vëmendje veçanërisht gjërave të pazakonta që shihni. Me gjëra të pazakonta e kam fjalën, për shembull për gungën në anën e gomës. Pra, fryrje ose ato që quhen ndryshe dhe gjishta. Shikoni thellësinë e profilit dhe mbi gjitha nëse të gjitha bulonat e rrotave janë në vend. Është e mençur që çdo javë kur jeni duke kontrolluar automjetin, të kontrolloni edhe presionin e gomave. Dhe mënyra më e lehtë është të jepni një goditje sipërfaqes gomës me një çekan të vogël. Nëse dëgjoni një tingull të mbytur, presioni nuk është i duhurit. Nëse dëgjoni një tingull kumbues, atëherë e dini se ka presion të mjaftueshëm. Keni dyshime për presionin e gomave dhe dëshironi ta kontrolloni gjithsesi, atëherë bëjeni këtë vetëm me një servis. Kur kontrolloni, shikoni veçanërisht nëse ka gjurmë ndryshku në diskun e rrotës. Gjurmët e ndryshkut do të thonë se bulloni mund të jetë i lirshëm, ndaj shtrëngoni dadot e rrotës. Nëse gjatë rrugës shihni një bulon ose një gozhd në gomë, mos e hiqni kurrë atë gjydovës. Shkoni fillimisht në një servis. Një rregull shumë i qartë. Nëse presioni është mbi 2 bar në normë. Shkoni në një servis dhe kontrolloni gomën, sepse atëherë ajo vërtet ka rrjedhje. Presioni i duhur i punës për këtë gomë është zakonisht 19. Nëse mat 7 bar, atëherë vërtet ka diçka që nuk shkon. Atëherë shkoni në një servis dhe riparoni gomën. Gomat janë pika e vetme e kontaktit me sipërfaqen e rrugës. Pra, një gomë e mirë me presionin e duhur është tejet e rëndësishme për sigurinë tuaj.